Përshëndetje gjithëve, i nderuar zoti komandant, i nderuar Daj, i nderuar komandant Sokol Poga, i nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar pranishëm. Me thënë drejtën është emocion i veçantë sepse unë kam qenë fëmijë në atë kohë dhe e kam përjetuar luftën dhe kam kujtime jo të mira normalisht. Por ajo që unë duhet të them sot është që ne kur populli ose kombi na thret, duhet bëhemi bashkë, duhet ta ngrejmë zërin edhe duhet t'i tregojmë asaj gjykate ose asaj prokurorie që e ka deviju rrugën se për çfarë është bërë, me thënë drejtën. Faleminderit që ke ardhur, e ke vlerësu. Faleminderit edhe komandantit që ke ardhur nga Durrësi, e ke vlerësu këtë punë. Unë kam marrë apastafat nga Londra për këtë çështje. Po. Edhe duke qenë se jam edhe i ri, po i biri një fshati që ti Daj vetë ki kalu shpesh herë aty, i Dobruns. Ne kena kontributin tonë, se cili ka kontributin e vetë. Pra lufta bëhet bashkarisht, nuk bëhet veç e veç. Kena bë luftën gjithë bashkë, edhe du që të gjithë ata që nga presidenti Thaçi dhe Jakub Selimi me dalë nga aty pasi mendoj dhe besoj është e pa drejt. I bëj gjithë thirrje, gjithë trive, gjithë trejave, nesër të shkojmë në sheshin Skënderbej në Prishtinë dhe t'i tregojmë botës që ne kur na bëhet e pa drejt, ne dim se si të protestojmë dhe ne dim si ta ngrejmë zërin për ata që janë sot prapa hekur me pa drejt. Faleminderit, ju përshëndes gjithëve.